Data 8 prill. Levitiku, kapitulli 11. Pastaj Zoti i foli Mojsiut dhe Aronit duke u thënë atyre: Foluni bijve të Izraelit dhe u thoni: këto janë kafshët që do të mund të hani nga tërë kafshët që janë mbi tokë. Mund të hani çdo kafshë dythundrake që e ka themrën të ndarë dhe ripërtypet. Por nga ripërtypësit dhe dythundrakët nuk do të hani këto. Deven, sepse përtypet, por nuk është dythundrake, për ju është e papastër. Baldosën, sepse ripërtypet, por nuk është dythundrake, për ju është e papastër. Lepurin, sepse ripërtypet, por nuk është dythundrak, për ju është i papastër. Derrin, sepse është dythundrak dhe ka këmbën të ndarë, por nuk është ripërtypës, për ju është i papastër. Nuk do të hani nga mishi i tyre dhe nuk do të prekni trupat e tyre të pajet, për ju janë të papastër. Midis gjithë kafshëve që ndodhen në ujë, mund të hani këto. Mund të hani të gjithë ato që kanë pende luspa në ujë, si në dete ashtu dhe në lumenj. Por të gjitha ato që nuk kanë as pend, as luspa, si në dete ashtu dhe në lumenj, tërë ato që lëvizin në ujë, dhe të gjitha ato që jetojnë në ujë, janë të neveritshme për ju. Do të jenë të neveritshme për ju. Nuk do të hani mishin e tyre dhe do të keni neveri për trupin e tyre të pajet. Çdo gjë që në ujë nuk ka pend dhe luspa, do të jetë e neveritshme për ju. Midis zogjve, do të keni neveri këta. Nuk duhet i hani, sepse janë të neveritshëm. Shqiponjën e detit dhe fajkuan peshkatar. Shiftin dhe çdo lloj fajkoj. Çdo lloj korbi, strucin, hutën, pulbardhën dhe çdo lloj krahthate. Bufin, karabullakun e detit, ibisin, mjellmën, pelikanin, hutën, lejlekun, çdo lloj qafke, pupëzën dhe lakurishin e natës. Do të keni neveri për çdo insekt me krah që ecin me 4 këmbë. Por nga të gjitha insektet me krah që ecin me 4 këmbë, mund të hani ato që i kanë kofshët mbi këmbët për të kërcyer në tokë. Nga këta mund të hani çdo lloj karkaleci, çdo lloj bulku dhe çdo lloj akridi. Çdo lloj tjetër insekti me krah që ka 4 këmbë do të jetë i neveritshëm për ju. Këto kafsh do t'ju bëjnë të papastër. Kushdo që prek trupin e tyre të pajet, do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Kushdo mbar trupat e tyre të pajet, do të lajë rrobat dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Çdo kafsh dythundrake që nuk e ka këmbën të ndarë dhe nuk ripërtypet, është e papastër për ju. Kushdo që do ta prek, do të bëhet i papastër. Ndër të gjitha kafshët 4 këmbëshe, ata që ecin mbi shputën e këmbëve janë të papastër për ju. Kushdo që prek trupin e tyre të pajet, do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Kushdo që transporton trupin e tyre të pajet, do të lajë rrobat e tij dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Për ju, ata janë të papastër. Ndër kafshët që zvarriten mbi tokë, janë të papastër për ju këta: urithi, miu dhe çdo lloj hardhje, gekoja, varani, hardhuca, kërmilli dhe kameleoni. Këto kafshë midis tërë atyre që zvarriten janë të papastra për ju. Kushdo që i prek kur kanë ngordhur, do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Çdo gjë mbi të cilën një prej tyre bie kur ka ngordhur do të jetë e papastër. Qoftë kjo një vegël prej druri apo rroba apo lëkurë, apo thes apo çfarëdo sendi tjetër i përdorur për punë, duhet të futet në ujë dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje, pastaj do të jetë i pastër. Çdo enë prej argjile brenda së cilës një prej tyre bie, do ta thyeni, dhe gjithçka që ndodhet në të do të jetë e papastër. Çdo ushqim që hahet mbi të cilin bie uji i kësaj ene, do të bëhet i papastër, dhe çdo gllënjë që mund të merret prej tij do të jetë e papastër. Çdo gjë mbi të cilën bie një pjesë e trupit të tyre të ngordhur, qoftë furra apo furnela, do të coptohet. Ato janë të papastër dhe do të konsiderohen të papastër nga ana juaj. Por një burim apo një cistern ku mblidhet uji do të jetë i pastër, por çdo gjë që prek trupat e tyre të pajet do të jetë e papastër. Dhe në rast se një pjesë e trupave të tyre të pajet bie mbi çfarëdo lloj fare që të mbillet, kjo do të mbetet e pastër. Por në rast se vihet ujë mbi faren dhe një pjesë e trupave të pajet të tyre bie mbi të, ajo është e papastër për ju. Në rast se ngordh një kafsh që ju lejohet ta hani, ai që do ta prek trupin e pajet të saj do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Ai që ha nga ky trup i ngordhur do të lajë rrobat e tij dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Po kështu, ai që transporton këtë trup të ngordhur do të lajë rrobat e tij
dhe do të jeti papastër deri në mbrëmje. Çdo gjë që hiqet zvarr mbi tokë është një gjë e neveritshme, nuk duhet ta hani. Ndër të gjitha kafshët që hiqen zvarr mbi tokë nuk do të hani asnjërin prej atyre që ecin mbi bark, që lëvizin me 4 këmbë ose të atyre që kanë shumë këmbë, sepse kjo është e neveritshme. Mos u bëni të neveritshëm me asnjë nga këto kafshë që zvarriten, mos u bëni të papastër me to në mënyrë që të ndoteni, sepse unë jam Zoti, Perëndia juaj. Shenjtërohuni pra dhe jini të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë. Mos u infektoni me asnjë prej këtyre kafshëve që zvarriten mbi tokë, sepse unë jam Zoti që ju bëri të dilni nga vendi i Egjiptit për të qenë Perëndia juaj. Jini pra të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë. Ky është ligji i përkatës i 4 këmbshave, zogjve dhe i çdo qenjeje të gjallë që lëviz në ujë dhe i çdo qenjeje që hiqet zvarr mbi tokë, me qëllim që të dini të dalloni midis asaj që është e pastër dhe asaj që është e papastër, dhe midis kafshës që mund të hahet dhe asaj që nuk duhet të hahet. Levitiku, kapitulli 12. Dhe Zoti i foli Mojsiu duke thënë: Folu kështu bijve të Izraelit: në qoftë se një grua mbetet me barë dhe lind një mashkull, do të jetë e papastër për 7 ditë, do të jetë e papastër si në ditët e zakoneve të saj. Ditën e 8 do të rrethpritet mishi i prepucit të djalit. Pastaj ajo do të rri akoma 33 ditë për të pastruar gjakun e saj. Nuk do të prek asnjë send të shenjtë dhe nuk do të hyjë në shenjtëroren derisa të plotësohen ditët e pastrimit të saj. Por në rast se lind një vajzë, ajo do të jetë e papastër 2 javë si në kohën e zakoneve të saj dhe do të rri 60 ditë për të pastruar nga gjaku. Kur të plotësohen ditët e pastrimit të saj, pavarësisht nëse është fjala për një djalë apo vajzë, do t'i çojë priftit në hyrje të çadrës së mbledhjes një qengj motak si holokaust dhe një pollumb të ri o një turtull si flijim për mëkatin. Pastaj prifti do t'i ofrojë para Zotit dhe do të bëjë shlyerjen për të, dhe ajo do të jetë e pastruar nga rrjedha e gjakut të saj. Ky është ligji për gruan që lind një mashkull apo një femër. Dhe në rast se i mungojnë mjetet për të ofruar një qengj, do të marrë 2 turtuj ose 2 pëllumba të ri, njërin si holokaust dhe tjetrin si flijimin e mëkatit. Prifti do të bëjë shlyerjen për të dhe ajo do të jetë e pastër. Psalmi 13. Deri kur do të më harrosh o Zot? Vallë, kështu do të jetë për jetë. Deri kur do të më fshehesh fytyrën tënde? Deri kur do të marr vendime në shpirtin tim dhe do të kem pikëllim në zemrën time tërë ditën? Deri kur do të ngrihet armiku im mbi mua? Shiko me vëmendje dhe përgjigj më o Zot, Perëndia im. Ndriço sytë e mi që të mos më zër gjumi në gjumin e vdekjes. Dhe armiku im të mos thotë munda, dhe armiqtë e mi të mos gëzohen kur unë lëkundem. Por unë kam besim në mirësinë tënde dhe zemra ime do të ngazëllojë në çlirimin tënd. Unë do t'i këndoj Zotit, sepse ai më ka trajtuar me shumë shpirtmadhësi. Psalmi 14. I pamëndi ka thënë në zemër të tij: nuk ka Perëndi. Janë të korruptuar. Bën gjërat në neveritshme, nuk ka asnjë që të bëjë të mirën. Zoti shikon nga qielli bitë e njerëzve për të parë nëse ndonjëri prej tyre ka arsye dhe kërkon Perëndin. Të gjithë kanë devijuar, janë korruptuar, asnjëri nuk bën të mirën, as edhe një. Nuk kanë fare arsye të gjithë ata që kryejnë paudhësi, që han popullin tim si të hanin bukë dhe nuk kërkojnë ndihmën e Zotit. Atje do t'i zërë një frikë e madhe, sepse Perëndia është me njerëzit e drejtë. Ju kërkoni të prishni planet e të mjerit, sepse Zoti është streha e tij. Oh, le të vi pra nga Sioni shpëtimi i Izraelit. Kur Zoti do ta kthejë popullin e tij nga robëria, Jakobi do të ngazëllojë, Izraeli do të gëzohet. Fjalët e urta, kapitulli 26. Ashtu si bora nuk i shkon verës as shiu të korrave, kështu nuk i shkon lavdia budallajt. Ashtu si harabeli fluturon andej e këndej dhe dallandyshja fluturon, kështu mallkimi pa arsye nuk ka efekt. Kam gjiku për kalin, ka pistra për gomarin dhe shkopi për kurrizin e budallëve. Mos ju përgjigj budallajt sipas budallallëkut të tij, që të mos bëhesh edhe ti si ai. Përgjigju budallajt sipas budallallëkut të tij, që ai të mos mendojë se është i urtë. Kush dërgon një mesazh me anë të një budallaj, pret këmbët e tij dhe pi dhunë. Ashtu si këmbët e çalamanit janë pak të qëndrueshme, kështu është një fjalë e urtë në gojën e budallëve. Kush i jep lavdi një budallaj, është si ai që lidh një gurë te hobeja.
Një fjalë e urtë në gojën e budallëve është si një gjëmb që hyn në dorën e një të dhehuri. Perëndia i madh që ka krijuar të gjitha gjërat është ai që jep shpërblimin budallajt dhe shkelësve. Ashtu si një qen kthehet në të vjellat e tij, kështu budallai e përsërit budallallëkun e tij. A ke parë një njeri që e pa ndaj veten të urtë? Ka më tepër shpresë për një budalla se sa për të. Përtaci thot: "Ka një luan në rrugë, ka një luan nëpër rrugë." Ashtu si lëviz porta në menteshat e saj, kështu sillet përtaci në shtrat të tij. Përtaci e fut dorën në pjatën e tij, por lodhet edhe ta çojë te goja. Përtaci pandese është më i urtë se 7 persona që japin përgjigje me mend. Kalimtari që përzihet në një grindje që nuk i përket, është si ai që kap nga veshet një qen. Ashtu si një imar që gjuan me ura zjarri, me shigjeta dhe me vdekje, kështu është ai që mashtron të afërmin dhe thot: "E bëra për shaka." Kur mungojnë drut, zjarri shuhet, dhe kur nuk ka një gojë të keqe, grindja merr fund. Ashtu si shëmyri jep shpuzën dhe drut zjarrin, kështu njeriu grindavec i nxit grindjet. Fjalët e gojkeqit janë si ushqime shumë të shijshme dhe depërtojnë deri në thellësi të zorrëve. Buzët e zjarrta dhe zemra e keqe janë si zgjyra e argjendit e vendosur mbi një enë balte. Ai që urren shtiret me buzët e tij, por në zemër të vet përgatit mashtrimin. Kur ai flet në mënyrë të sjellshme, mos i ki besim, sepse ka 7 gjërat e neveritshme në zemër. Edhe sikur urrëtia e tij të jetë fshehur me tinzi, ligësia e tij do të dalë hapur në kuvend. Kush hap një grop do të bjerë brenda, dhe kush rrokullis një gur do të bjerë përsëri mbi të. Gjuha gënjeshtare urren ata që ka plagosur, dhe goja lajkatare sjell shkatrimin. 1 Thesalonikasve, kapitulli 5. Sa për kohët dhe për stinet, vëllezër, nuk keni nevojë t'ju shkruaj, sepse ju vetë dini shumë mirë se dita e Zotit do të vijë kështu, si vjedh si natën, sepse kur thon paqe dhe siguri, atëherë një shkatrim i papritur do të bjerë mbi ta, ashtu si dhëmjet e lindjes së gruas shtatzan dhe nuk do të shpëtojnë. Por ju vëllezër, nuk jeni në errësirë që ajo ditë t'ju zërë në befasi si vjedhës. Të gjithë ju jeni bitë të dritës dhe bitë të ditës. Ne nuk jemi të natës, as të errësirës. Le të mos flem pra, si dhe të tjerët, por të rrim zgjuar dhe të jemi të kthjellët, sepse ata që flen natën dhe ata që dehen natën, kurse ne që jemi të ditës, le të jemi të kthjellët, duke patur veshur parzmoren e besimit dhe të dashurisë dhe për përkrenare shpresën e shpëtimit. Sepse Perëndia nuk na ka caktuar për zemrim, por për të marrë shpëtimin me anë të Zotit tonë Jezu Krisht, i cili vdiq për ne që o të zgjuar o të fjetur të jetojmë njëkohësisht me të. Prandaj ngushëlloni njëri tjetrin dhe ndërtoni njëri tjetrin ashtu sikur edhe bëni. Por ju lutem vëllezër, të njihni ata që mundohen midis jush dhe që janë në krye ndër ju në Zotin dhe që ju qortojnë, edhe t'i vlerësoni të imase në dashuri për veprën e tyre. Jetoni në paqe midis jush. Por ju bëjmë thirrje vëllezër t'i qortoni të parregulltit, të ngushëlloni zemërlëshuarit, të ndihmoni të dobtit dhe të jeni zemërgjer me të gjithë. Shikoni se mos dikush t'ju akthejë dikujt të keqen me të keqe, por ndiqni gjithmonë të mirën, edhe ndaj njëri tjetrit, edhe ndaj të gjithëve. Jini gjithmonë të gëzuar. Lutuni pa pushim. Në gjithçka falenderoni sepse i tillë është vullneti i Perëndisë në Krishtin Jezus për ju. Mos shuani frymën, mos përbuzni profecitë. Të gjitha e provoni, të mirën mbajeni. Hiqni dorë nga çdo pamje e ligë, por ai vetë, Perëndia i paqes ju shenjtroft tërësisht, dhe gjithë fryma juaj shpirt e trup të ruhet pa të met për ardhin e Zotit tonë Jezu Krisht. Besnik është ai që ju thërret, i cili edhe do ta bëj. Vëllezër, lutuni për ne. Përshëndetni të gjithë vëllezërit me puthje të shenjtë. Ju përbetohem për Zotin që kjo letër t'ju lexohet të gjithë vëllezërve të shenjtë. Hiri i Zotit tonë Jezu Krisht qoftë me ju. Amen.